Megjithatë le të shikojmë të mundësi. Shikohet Porta, provon tentativa, duhet të rekomë kujdesshëm. Tresa, goditja që bllokohet nga Bytyqi, rikthehet sërish në një zonë goditëse. Topi që kalon gjithë pasqyrën e zonës. E më pas shoqëron aty me kujdes Buxhelaj. Apo që nga momenti që kemi qenë në drejtimin e trajnit Kërnaja, skuadra prodhon shumë si në këto çaste, niset Contreras, del portieri. Biba i shpejt i mihershëm. Megjithatë Laçi, Azizi, goditja potente në dy kohë në vështirësi. Duhet të një ndërhyrje e Qirkos, tillë është. Sërish Kola. Ideja mjaft e mirë për Kekon. Goditja në shtyllë dalet dhe herë në vështirësi skuadra laçiane. Loja që vijon pasi laçiane kërkonin një fal, megjithatë le të shikojmë Human, çfarë goditje. Nerguti. Tentativa e fortë jashtë kuadratit. Kjo e djathtë potente. Gjithmonë Marius Kola, Murataj, krosimi drejt qendrës sërish në të njëjtën pozicion aty ku tregoti saktë më pas vjen tentative Nondit që shkon jashtë kuadratit. Kupton dhe mbyll me sukses Partizani, Rowan Human, gjithmonë Human, Çaka. Edhe goditja i shtyll ndalet edhe një herë. Buxhelaj dhe Murataj. Krosimi për Kekon, goditja, ndërhyn Biba dhe herë Keko, duhet goditja, e tillë është që shkon në rrjet, shënon Keko. Shënon Partizani, më në fund vjen goli nga numri 9. Po gjithashtu dhe Murata që përpunte shumë për largu për ruar dhe vendosën në vështirësi pjesë të skuadrës. Ide mjaft e mirë, shikoni çfarë aksioni, goditja, Biba, çfarë ndërhyrje fantastike. Top mjaft i bukur për Hyseni, gjithmonë Fabio Hyseni është në zonë. Krosimi mirëshëm ndërhyn Biba. Për Gudjufin, lëvizje mjaft e bukur, Gudjufi gjithmonë del portieri. Për të mbështetur pjesë tjetër skuadrës, Sidibe i afrohet zonës, mundësia goditse tillë është në rrjet shkon. Seku Sidibe. Çfarë perle e bukur, çfarë gol i shënuar nga lojtari nga Bregu i Fildisht, Sidibe. Numri 51, është minuta e 16 dhe Partizani shënon dhe golin dytë fal një vepre. Provon Laçi. Një mundësi për të goditur e godet, por Semen e mbyll me saktësi. Por me ardhin e Kërnajës që në ndeshjen e parë Partizani fitoi me afim për lëshkëm të mundësi. Shabani goditja potente bllokohet nga portieri Pojana.